Në qarkun e Elbasanit po vërhet një prani gjithnjë më e madhe e shtetasve të huaj që zgjedhin të punojnë në sektor kyç të ekonomisë lokale. Njëri prej tyre është 30 vjeçari Muhammed Muharram Ali Baba nga Pakistani. Ai thotë se Elbasani është bërë një vend ku ai ndihet i mirëpritur. Prej 5 muajsh ai punon si inxhinier elektrik në një kompani prodhimi polisteroli në zonën e ish metalurgjikut në Elbasan. Miqtë e tij e thrasin Mukarrem dhe ai tregon për eksperiencën që po përjeton në Elbasan. And my name is Muhammad Mukarram Khan. I'm 30 years old. I'm from Pakistan and my education is... Quhem Mukarrem, jam 30 vjeç dhe vi nga Pakistani. Kam përfunduar studimet për inxhinieri elektrike dhe kam mbi 10 vite përvojë në profesion. Në Elbasan kam ardhur para 5 muajsh. Është një qytet i qetë, me njerëz të mirë, të ndershëm dhe mikpritës. Kolegët dhe drejtuesit e kompanisë janë shumë korrekt dhe më trajtojnë me respekt, edhe unë u akthej të njëjtin respekt. Më pëlqen shumë ushqimi shqiptar, por do t'ishte mirë të kishte më shumë ushqim halal, sipas fesë islame. Ndryshe nga shumë të rinj shqiptar që kërkojnë një jetë më të mirë jashtë vendit, Mukarrem beson në potencialin e Shqipërisë dhe sidomos të Elbasanit. Manager, my work experience is too much good because kompania ku punoj më paguan mirë. Preferoj të punoj këtu sepse besoj që për profesionistët dhe për industrinë në përgjithësi, mundësi do të rriten. Mendoj se ekonomia e Shqipërisë do të përparojë dhe do të tërheqë më shumë turist. Nuk jam dakord që njerëzit të largohen. Veçanërisht stresa intelektuale duhet të qëndrojë. Shqipëria është një vend shumë i bukur, madje më i bukur se Pakistani nga viun. Ky trend në rritje tregon jo vetëm për globalizimin e tregut të punës në Elbasan, por edhe për sfidën që përbën mungesa e fuqisë punëtore, vendase në disa sektor.